Ne Ramazanit më shumë japëm rëndësi cilën dhe e thirim një iftar, kush do vjen një iftar, ato na mbeten, këto s'na mbeten, ai m'ka marr, ai s'ka marr, ai na murr, ne do t'i marrëm, iftarllëqe, për mendoni. Kjo shpikje jonë që është mu s'm pëlqen as pak. Tu a them sinqerisht. Ani s'ka problem me vëllezërit aty në iftar, s'ka problem. Por iftari e di për cilën është. Iftari është për fukarat. Iftari të marrësh në iftar, të thirish në iftar, dalësh midis gostivarit, ta shohësh një të ngratë, çfarëdo që t'jetë, i ngratë jetë, edhe ta marrësh prej rrugë, ta çojsh shtëpi t'i japësh iftar. Kjo është iftarllëk. Krejt tjera që në gjinaj, vetëm harxhime, 200-300 euro, pa lidhje. Imagjino 300 euro t'i japësh një studentit, 3 muaj dhe kaloje në studime, dhe shkruaj fakultet, do vije, do mësoje, do marrë dhe një libër, do marrë dhe një tesh, s'ka një, do marrë një palë puma, shkruaj fakultet, do mësoje, dhe që e në vend farzin Allah që thot ikre, lezo. Ama se do marrësh një familjar, një iftar, dhe harxhosh 200-300 euro, po 100 euro, po e di unë, sa mund të harxhosh, s'ka se vaptu, as nder, nuk është nder ke mendja jonë nder. Ama ne do të mësohemi që jetojmë për Allah, Bol kemi jetu për njerëzit. Për të irnohet. A be le të irnohet? Së është problem? Po s'pajton. Po ne mos pajtojeve. Ai nuk është as kretari xhenetit, as kretari xhenemit. Ai s'mund të shojë as në xhenet as në xhenem. Mos u mërzit. Nuk hin gjina. Nëse do të bësh se vërtet, 300 euro, bani një 6 pako, ka 50 euro, mbushja të pakot, kutijat e bananave që ne u themi, edhe çonja 6 shtëpi fukara, kjo iftarllëk. Kjo iftarllëk, sos puna. Ramazani nuk është agallëk. Në Kur'an mirë lexoni surën Bekare. Shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaj Ramazanit është muaj në cilën zbriti Kurani. Ne për këtë e bëjmë Ramazanin kaq shmat. Kjo e bën të matë Ramazani, nuk e bëjmë iftarllëqet. Njerëzit qelin me 3 koka hurma, pak qumësht të sos punë, hajde. Do falet, me pas ushim dhe haje. Me nuk pas nuk ka probleme hiç. Shqipni. Ramazan jo muj transformimit, na bëj diçka tjetër ne, na përgatisë për 11 muaj tjerë, mbushën me bateri mirë, se shejtanët janë shumë tash. Shejtanët janë shtu shumë. Sa ka shejtan nga xhinët, 2 fishi dhe 3 fishi ka shejtan nga njerëzit, që shtin gjina 11 muaj tjerë. Çfarë do bësh? Kemi parasysh kur ke dhënë një udhtim gjatë nesër për shembull, son dhe bie flet, çfarë bën më para? Më para mbushën telefonin full, të jetë 100% bateri, ashtu. Se të duhet nesër, ku e din udha vate s'ka. Mbet, prishet makina, prishet ajo, duhet të rish telefon, ndimën, ato këtë. T'kesh bateri, t'kesh. Ramazani o baterija jo, në i tash vëlla. Se rezik është, vëllaj rezik është. Ku të shkosh 11 muaj qerë pa përgatit? Me 20% bateri. Me njëherë mujnë e 4-5, hargjohet bateria, çfarë do bësh deri Ramazanin tjetër, kur do të mbroje? Ajo që na mbron është kjo mbushja tash, që ne mbushemi me agjerim, me mirësi, me sadaka, me namaz, me taravi, me Kur'an, me zikr, me kelime tauhide, me punë krejt të mira, edhe ne mbushim bagazhin, tamam, Allahu e ka parapadë, me thonë. Një muaj ditë mjafton që të mbushën me ibadet mirë, ta mbushim baterin tonë, që kjo të na shërbej për 11 muaj të rash. E kjo Ramazan, nuk ka Ramazan iftarllëq, pa lidhje. Çfarë ndodhi sot?